Brikena nuk arriti të sigurojë një vend në finale të Big Brother VIP Albania, duke u eliminuar në një nga netët më të rëndësishme të sezonit. Pas daljes nga shtëpia, ajo mbërriti në studio ku u transmetua rrugëtimi i saj në BBV, një moment i ngarkuar me emocione që përmbledhi gjithë eksperiencën e saj në lojë. Megjithatë, ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen e ndjekësve nuk ishte vetëm videoja, por një moment i papritur menjëherë pas saj. Teksa Brikena po shkonte për të ulur, ajo u kthye papritur dhe përqafoi moderatorin Ledion Liço, duke krijuar një situatë që nuk kaloi pa u vënë re. Në rrjet, shumë komentues vunë re reagimin e Ledionit, i cili u duki turpshëm dhe i sikletosur në atë moment. Ky detaj ka rikthyer edhe një herë në vëmendje aludimet e mëparshme për një pëlqim të mundshëm nga ana e tij ndaj Brikenës. Megjithatë, vetëm 2 prime më parë, Ledioni i kishte hedhur poshtë këto zëra, duke i quajtur të pabaza. Pavarësisht kësaj, momenti në studio ka ndezur diskutime të shumta, duke e kthyer në një nga episodet më të komentuara pas eliminimit të së.